Është shumë ndjesi e bukur që mund të ndihmosh dikë drejt për drejt. Vullnetarizmi bën më të dashur shoqërinë. Kanë gjithmonë ide të reja, të ndryshme nga ne. Për mua kjo është një eksperiencë e re. Dhe të them të drejtën, si vullnetare ndihem aq komode, saqë më duket sikur jam në shtëpinë time. Duke ardhur si vullnetare, për mua është një nder shumë i madh sepse po I kthej mbrapsht qytetit atë që ai më ka dhënë mua për aq vite sa unë I kam shërbyer. Unë kontriboj në ndihmën që fëmijët dhe të rinjt kanë në lidhje me zhvillimin e talenteve të tyre, në art, në krafte, në riciklime. Puna ime mbështetet tek asistenca për të ndihmuar jo vetëm koordinatorën apo mësuesen në after school, por në të njëjtën kohë të nxënësve për të zhvilluar talentet. Është e dashur me fëmijët dhe fëmijët e duan. Nëse do shikosh, janë gjithë ato materiale që na ka sjellë dhurata, që fëmijët I kanë punuar. Është shumë mirë që të na bashkohen edhe pjesë tjetër e vullnetarëve, sepse është një ndihmëse e madhe për fëmijët. Në kohët e sotme, për shembull, gjithë ditën fëmijët rrinë edhe me telefona, nëpër shtëpi edhe të mbyllur, edhe zero sekonë nuk bëjnë asgjë. Ndoshta në këtë qendër është më ndryshe, merresh me diçka, kalon një kohë mirë me shokët dhe shoqet, mëse dhurata për shembull na ka mësuar me dhurat e thata. Ndihem shumë e plotësuar me të gjithë trajnimet që kemi marrë deri tani. Në takimet e para kur kam parë që ka shumë studentë, sidomos të fushës, jam ndier tash ndoshta jam pak jashtë sepse jam çik më e madhe në moshë. Dhe kur kam parë ata pasionin, dëshirën dhe vullnetin për të punuar si vullnetar, kam thënë ka shpresë. Vullnetarizmi e zbut shoqërinë. Është një eksperiencë që nuk njeh moshë, nuk njeh profesionalizëm dhe mbi të gjitha nuk njeh shtrirje gjeografike. Nëse dhe ti po mendon të angazhohesh si vullnetar, bëje. Nuk do të jetë gjithmonë e lehtë, por do të jetë gjithmonë e vlefshme. Sepse çdo veprim, sado I vogël që të jetë, e bën botën më të mirë. Bashkia Kamës ka vendosur në dispozicion të gjitha strukturat për të ardhur në ndihmë vullnetarëve, ku puna atyre të jetë sa më praktike dhe fleksibël, me mentorimin dhe me trajnimet e vazhdueshme të cilat World Vision dhe UNICEF po I zhvillon me këta vullnetarë, por edhe me supervisorët. Puna ka qenë për ne akoma dhe më e lehtë. Sapo jam diplomuar në psikologji dhe mentorimi I stafit është shumë I rëndësishëm pasi duke qenë se është diçka e re dhe është e rëndësishme që kemi një dorë që të jetë aty për të na ndihmuar. Janë gjithmonë të gatshëm për dalë në terren dhe për të punuar me komunitetin, por ne ka qenë një energji pozitive, ka qenë një iniciativë ndryshe, të cilët edhe ne jemi përfshirë duke ndihmuar sadopak në të gjitha detyrat që neve u kemi lënë dhe I kemi angazhuar. Isha pak skeptike për gjithë ecurinë, por mund të them që synimet dhe qëllimet janë të kaluar, ka qenë një eksperiencë më shumë se që unë e kisha menduar. Doja në rreth të parë të njeh më mirë komunitetin ku unë po jetoj. Është më prej 5 vitesh sepse unë tu jam e martuar. Alda ka disa javë që është pranë njësisë tonë, duket shumë e përkushtuar dhe me dëshirë shumë për të mësuar, me dëshirë për të angazhuar në çdo gjë, duke filluar që nga menaxhimi i rastit, ekonomi që ka ardhur në rast. Bashkë me vullnetarën tjetër që jemi këtu kemi referuar dhe disa raste me fëmijë që nuk kanë shkuar në shkollë, por shohim tani për t'i regjistruar përsëri në shkollë. Nuk më kisha marrë mendja që do ishte kaq e vështirë, me thënë të drejtën, por që normalisht nuk tërhiqemi, nuk krahasohet me asgjë çfarë të jep emocionalisht dhe ndryshimi I jetës tënde totale mendoj unë. Që nga trajnimet që bëjmë, kam mësuar aq shumë domethënë dhe kam ndryshuar jetesën time. Vullnetarizmi fillon me një punë praktike, të thjeshtë dhe më pas të bëhet një, si të thuash, ves I vazhdueshëm që ta ndjekësh me çdo njeri që ta ka. Unë mendoja se isha empatike,
Mendoja se isha, por jo kaq shumë sa që më për tani. Këtë lloj eksperience unë nuk do ta ndryshoja me asgjë, me as edhe një lloj vlere monetare, sepse unë jam më rritur shumë vetë emocionalisht.